të cilët në eskatologjinë e tyre, pra në parashikimin e të ardhmes, me zi presin që të vi Mesia ose Jezu Krishti i ardhjen e dytë, dhe Mesia do të vi vetëm kur të plotësohen disa kushte, kur të ndërtohet tempulli i tretë i Jeruzalemit, dhe tempulli i tretë do ndërtohet ke Xhamia Al-Aqsa. Dhe këta kanë ndërmend të prishin Xhamin Al-Aqsa dhe të ndërtojnë tempullin e tretë Solomonit në Jeruzalem, dhe vetëm pas kësaj do vi Mesia. Dhe të treja fete dhe çifutët edhe muslimanët kanë eskatologjinë e tyre për këtë kohë. Kurani thotë budiri sa më shumë gjatë me orë të gjallë. Që të mos gjatemi, sionistët janë ata që po kërkojnë të kryojnë rendin e ri botëror, po rendi i ri botëror do kryohet pasi të shkatrohet Amerika dhe të ngrihet Izraeli i madh, i cili është duke u krijuar dhe do të përfundoj kur brenda tij të futet dhe Mekka dhe Medina, siç ka dhënë një deklaratë i shefi shërbimit sekret të Mossadit këto ditët e fundit, dhe po të shikosh në artën e Izraelit të madh që e kanë dhe ushtarët këtu një pjesë e ushtrisë izraelite, është një formë çizme, një formë take, ku futet edhe Mekka dhe Medina në Arabinë Saudite, dhe do duhet të shkatrohen një grup i madh shtetesh që nga Egjipti që do t'i merret Nili, Iraku që do merret një pjesë do merret në Iran, Siria, Arabia Saudite, edhe ndonjë shtet tjetër që s'po më kujtohet tash. Pra ti po rikthehemi përsëri, pra ti po thu që Epsteini është agent i Izraelit. Po, është agent i Izraelit. Edhe po përgatitet diçka më e madhe. Epsteini ka qenë një njeri mësues matematike, nuk ka qenë fare i njohur, ka punuar si mësues në një shkollë, dëbuan. Pa diplomë. Nuk e di nëse ka patur diploma apo jo. Nuk ka qenë diploma. Dhe ka vajtur, është marrë me këto letrat me vlerë, hapin shoqëri biznesi, atje u njohët me një mafios çifut që quhet Leslie Waxer, i cili ka qenë shumë me influencë në Shtetet e Bashkuara, ka qenë shumë i fuqishëm, dhe i ka ndërtuar atë Trump Tower, ka ndërtuar Leslie Waxner, i cili ashiti, kam emisione unë ke podcasti im okult, për këtë punë, kam bërë disa podcaste unë si... Mësë është të mdokën të se s'ka bëjë dhe pranori i Victoria Secretit, qëto t'i shka? Kush? Lexi Vazquez. Po kam mundësi, nuk jam i sigurt, ndoshta. Dhe ja ka shitur kullën Trumpit dhe ky e mori dhe e fuqizovi Jeffrey Epsteinin dhe këta tash abuzonin dhe theshin që ne sabateanët, Sabatea Zevi ka jetuar, ka vdekur në Ulqin, ka qenë internuar nga sultani, ka qenë nga profetët që e quajnë gjuishët, edhe Rothschildët janë sabateanë. Sabatea Zevi odhi poshtë Torën si librin e parë të çifutëve dhe tha që Talmudi është kryesori dhe sidomos Kabala. Dhe këta futën këto ritualet satanike në grupin e tyre, ku bënin terror fëmijë të ndryshme që i rëmbenin të gojimëve, pra të popujve jo çifut në ambientet ku ata jetonin në Evropën lindore, në zonën e Polonisë dhe Çekisë. Dhe një rrymë tjetër që doli nga sabateanët ishte rryma frankiste, ku të gjitha këto shoqëroheshin me pirje gjaku, me ngrënie organesh të fëmijëve që i sakrifikonin për Molokun ose për atë Balin, perëndin që kanë pasur popujt e Babilonisë dhe të Egjiptit të lashtë, ku këta kanë jetuar aty, dhe përveç saj këta futën dhe orgjit aty brenda. Që të bëheshin orgjit të panjohura, që ata që bënin orgji mos e njihnin njëri tjetrin, këta futën në orgji maskat, dhe duke bërë orgji me maska, askush nuk e dinte me kë kishte shkuar, si femrat dhe meshkujt, vetëm dinin që ishin një grup për 30 ose 40 familjesh që ishin frankistë, dhe këta i bënin këto lloj veprimesh, këto lloj dogmash fetare, çnjerëzore, barbare, ekstrapagane që mund t'i quajmë, dhe tashi për të futur politikanët e ndryshëm dhe shtresat e larta të popullatave dhe duke shënë sistemin e bankingut dhe financat në dorë, këta kishin në dorë për të ndihmuar njerëzit ekonomikisht, nëpërmjet parave mund t'i ndihmonin t'i shkollonin fëmijët e tyre, mund t'i blinin vila, mund t'i fusnin në partitë politike dhe t'i ndihmonin t'i ngjiteshin lart, dhe ky grup njerëzish që kishin këto aspirata dhe këto ambicie nga shtresat
jo gjuhëshe, afroheshin në afër këtyre duke menduar që këta kishin vlera të veçanta superiore dhe tradita të veçanta superiore dhe hynin në këto lloj perversitetesh seksuale dhe orgjirash, ku këta filluan të fusnin edhe pedofili. Pra duke u futur fëmijë, femra ose meshkuj, dhe duke i filmuar për këto veprime, gjoja duke u mbushur mendjen që këto ishin veprime që të çonin afër Zotit, dhe ju jeni race zgjedhur, jeni fisi zgjedhur, jeni njerëz të zgjedhur dhe s'ka pse të keni mëshirë për këta njerëz të thjeshtë, të rëndomtë, pa tradita familjare, mund t'i përdhunoni, mund t'i vrisni, mund t'i bëni çfarë doni, dhe në fund ta ju merrnin dhe një lëndë që unë ja u kam thënë, që quhet adrenokrom, dhe që është mbi 1 miliard euro, ka qenë $1 miliard në vitet 19-20, kur Trumpi e ndaloi, dhe filloi të luftonte këta që prodhonin adrenokromën dhe të bënte luftën nëpër tunele, duke goditur para se të ikte Trumpi më 19 dhe Epsteinin. Dhe duke u paksuar adrenokromin, ne filluam të shikonim këta që përdornin adrenokromin, të nxjiheshe syri shpeshherë si rezultat i shtimit të ekurit nga largimi i adrenokromit, dhe duhet ta shoqëronin adrenokromin me një medikament tjetër që të pastroheshe fytyra, dhe prandaj kemi parë në vitet 2019-2020